Okidoki, përshëndetje të gjithëve. Atëherë, në videon e sotme do shohim se si mund të instalojmë makina të thjeshta në lojën Euro Truck Simulator 2, siç po shikoni këtu dhe siç e keni parë në videot edhe live-et e mia që un kam makina të thjeshta, duke qenë se normalisht kjo është një lojë me kamiona dhe këtu luhet me kamiona, por kemi mundësi që nëpërmjet modzave ne të instalojmë edhe makina të thjeshta, normalisht kur arrim në një pikë që nuk kemi nevojë për lekë dhe thjesht duam të argëtohemi me lojën, duke pasur makina të vogla, makinat tona të preferuara dhe normalisht që të ecim edhe i gjik më shpejt se kamionat edhe të bëjmë exploration të hartave në këtë lojë. Atëherë, procedura është praktikisht shumë e thjeshtë. Atëherë, pasi ta kemi marrë lojën, sepse kuptoj që duhet ta kemi lojën bazë në mënyrë që të instalojmë edhe modza. Dhe modza, duke qenë se janë një modifikim shtesë i lojës, janë edhe pa pagesë. Normal që mund të gjeni edhe modza shumë më të mirë me pagesë, por ne do flasim për ato që janë pa pagesë që mund t'i shkërkojmë direkt në internet. Kështu që pasi ta kemi marrë lojën, hapi parë që duhet të bëjmë është që të shikojmë se çfarë versioni të lojës ne kemi. Dhe versionin e lojës e shohim në menun e parë para se të futemi në lojë, ose siç quhet ndryshe nga loja, Launchpad. Nëse jeni brenda lojës, do klikoni tek Exit dhe te Launchpad. Nëse hapni lojën për herë të parë, atëherë nuk është e nevojshme që ta kryejmë këtë hap. Dhe kjo këtu është menuja e parë që na shfaqet kur futemi në lojë, që quhet Launchpadi. Dhe këtu në të djathtë, në pjesën e poshtme të ekranit, do shikojmë versionin e lojës që ne kemi. Numrat që na nevojiten janë dy të parat. Në këtë rast, un kam versionin e fundit që është 1.48. Ky është versioni i lojës. Atëherë na duhet versioni i lojës, sepse me çdo version që bën loja, normalisht edhe modzat ose makinat ose kamionat e tjerë që ne do marrim dhe t'i instalojmë në lojë, normalisht duhet të jenë për të njëjtin version, sepse nëse ju për shembull keni versionin 1.38 ose 1.46, atëherë ato modza që janë ndërtuar për versionin 1.46 nuk do funksionojnë në versionin 1.48, kështu që na duhet versioni që edhe modzat që ne do marrim të jenë për të njëjtin version të lojës që ne kemi. Pasi e marrim se çfarë versioni të lojës ne kemi, atëherë mund të shkojmë direkt në internet për të shkarkuar modzat. Normalisht loja duhet të jetë e mbyllur kur kryejmë këtë procedurë dhe mjafton të shkojmë në Google dhe thjesht shkruani Truck Simulator 2 Cars ose makina në këtë rast, sepse do marrim modza për makina. I japim enter dhe na shfaqet disa faqe ku ju mund të merrni modza. Ja po shkojmë për shembull tek kjo e para këtu, nuk ka rëndësi, mund të shkoni te secila faqe, domethënë, edhe mund gjeni modzat dhe në çdo faqe që shkoni për të shkarkuar modza për Euro Truck Simulator 2, do keni modza të ndryshme për makina, për kamiona, sepse ka edhe kamiona të tjerë që loja nuk i ka dhe që ju mund t'i merrni. Mund të shkarkoni autobuza, siç e shikoni këtu që mund t'i nisni, makina siç e përmendëm, harta mund të shkarkohen edhe harta të reja, trailera, mund të shkarkohen interiors të reja ose pjesa e brendshme e kamionave të modifikuara dhe shumë gjëra të tjera që mund t'i provoni. Atëherë në këtë rast ne do zgjedhim makinat ose thjesht mund të bëjmë search për një makinë që ne duam ta shkarkojmë. Për shembull provojmë Mercedes. Dhe ja, për shembull, po shkarkojmë këtë këtu, pavarësisht se nuk është një Mercedes, kemi një Volkswagen Golf R400 dhe siç e shikoni, update për versionin e lojës 1.48, ajo që përmenda, prandaj është e rëndësishme. Nëse ky Golf i R këtu do ishte versioni 1.47 ose 46 ose 38 çrëndësi ka, unë nuk do ta shkarkoja këtë mod sepse e di që me 99.9% nuk do funksiononte ose do e bënte lojën që të krashonte, të bënte crash ose të bllokohej. Kështu që ky version është për 1.48 për versionin që un kam, kështu që do klikojmë këtu që ta shkarkojmë.
Atëherë, normalisht këto modzat janë falas, por faqe që japin këto modza janë të mbushura me reklama, kështu që kur të klikoni tek butoni download, me shumë mundësi do ju shfaqen reklama mbi 2 ose 3 herë, kështu që duhet të bëni kujdes për shkarkimin që mos klikoni në vende që nuk duhet. Ja tek është fajli, ja ku kemi këtu step 1 thot, do krijojmë create download. Pak a shumë e njëjta gjë është në gjitha faqet, domethënë, nuk është e njëjtë, por procedura është pak a shumë e njëjtë. Dhe tani do na shfaqet download file dhe kjo bëhet sepse duke u ngarkuar faqja 2-3 herë, shfaqen këto reklamat që shohim këtu për këtë faqe dhe normalisht këto faqe që japin këto modza falas fitojnë nëpërmjet reklamave. Prandaj edhe procedura është pak me hapa të tepërta, por kuptohet se faqet e bëjnë në mënyrë që edhe ato të fitojnë diçka. Japin diçka falas, por edhe për vete fitojnë diçka thjesht me klikime që ne bëjmë. Download file dhe tani besoj që do filloj shkarkimi. Ja tek filloj këtu shkarkimi. Atëherë do presim që të shkarkohet dhe pastaj do vazhdojmë më tutje. Okej, ja dhe fajli sapo u shkarkua. Atëherë modzat që janë për ETS 2 do jenë në formatin, zakonisht në këtë formatin e bardh dhe do kenë në fund extension .css. Do më thënë, ky file, si që është këshu, duhet të qohet tek folderi i modzave në Eurotrack Simulator 2. Ka disa modza që shkarkohen në format RAR ose WinZip, që do të thotë duhet ta bëjmë ekstrakt nga file dhe duhet jetë në këtë format. Atëherë praktikisht do ta kopjojmë ose mund ta bëjmë cut këtë failin dhe do shkojmë tek kartela ose folderi Documents në kompjuterin ton, pastaj do gjejmë Eurotrack Simulator 2 dhe tek Eurotrack Simulator 2 kemi këtë folderin që quhet Mods, që praktikisht është një folder ku ne mund të instalojmë modzat e jashtëm për këtë lojë. Do e hapi dhe këtu do e bëjmë paste atë failin që sapo shkarkuam dhe duhet të jetë në këtë format çuna file .css, jo file zip ose WinRAR. Nuk duhet ta sjellim këtu në atë format sepse loja nuk do ta njohë, duhet jetë në këtë format. Nëse ju vjen downloadi në atë format WinRAR ose zip, atëherë duhet ta bëni ekstrakt në këtë format brenda këtij folderi Documents, Eurotrack Simulator 2 dhe pastaj mods, duhet ta fusim këtu. Tani jemi gati, mbyllim folderin dhe do hapim lojën në mënyrë që ne mund ta përdorim atë mod. Fillimisht para se të futemi në lojë, nga launchpadi duhet ta aktivizojmë atë mod në mënyrë që ta përdorim brenda lojës. Dhe aktivizimi bëhet tek folder, tek pjesa këtu ku thot mod manager, menaxhuesi i modzave praktikisht. Do klikojmë dhe këtu tek modzat që ju keni, nëse nuk keni normalisht do shikoni vetëm golfin. Unë kam edhe të tjera, siç e shikoni këtu, por në këtë rast do shkojmë të gjejmë golfin. Fatkeqësisht nuk qen ka me foto, por është ky këtu. Ja e shikojmë tek emri Volkswagen Golf R. Atëherë për ta aktivizuar në mënyrë që loja ta njohë, duhet të bëjmë double click. Double click dhe shikoni këtu bëhet aktive me jeshile dhe do e shikoni edhe në listën e modzave që janë aktive në këtë moment. Tani mund të ndodhë diçka, edhe pse një modz mund të jetë i bërë për versionin e lojës që ju keni, mund të ndodhë që të krijoj crash me lojën. Nëse ndodh diçka e tillë, duhet ta provoni 2-3 herë, 4-5 herë dhe të jeni të sigurt që ai mods nuk funksionon për lojën tuaj. Nëse pas 2-3 herëve, sepse mund të ndodh 2-3 herë mund të bëj crash, herën e katërt mund të futesh në lojë dhe mund ta përdorësh. Ndodh diçka e tillë, është normale. Nëse nuk arrini që ta bëni, atëherë gjëja e fundit që mund të provoni është të vini këtu tek modzat ku jemi në këtë moment edhe të ndroni priority. Do me thënë, ky Volkswagen Golf është në list i pari për të loduar nga loja në mënyrë që të lodohen gjithë modzat. Një gjë që mund të bëni, nëse modzi që ju instaluat dhe ju bën crash dhe është për shembull këtu në fund, ja t'ja ulim prioritetin, ta çojmë në fund, atëherë mund të bëni diçka, mund t'ja rrisni prioritetin, mund ta çoni për shembull të parin, kështu që loja kur të hapet do bëj upload këtë mod dhe të bëj uploadin. Nëse funksionon, atëherë okay. Nëse nuk funksionon, do të thotë që ky mod fatkeqësisht nuk është i përshtatshëm për lojën tuaj, kështu që duhet ta instaloni. Një gjë tjetër që mund të ndodhë që disa modza mund të bëjnë crash me njëri tjetrin, kështu që mund të provoni edhe diçka të fundit, mund t'i çaktivizoni të gjithë modzat e tjera, duke i bërë double click normalisht. Ja si shikoni dhe ikën nga lista, edhe këtu fiket, edhe kjo mund t'i hiqni të gjitha, të provoni vetëm atë modzin që ju instaluat për të parë nëse është funksional apo jo.
Kështu që kjo është një mënyrë që mund të bëni nëse keni crash ose freeze të lojës dhe nuk mundet që ta përdorni këtë mod. Nëse edhe kjo nuk funksionon, atëherë fatkeqësisht duhet të provoni një mod tjetër, sepse nuk është i përshtatshëm për lojën tuaj. Pasi bëjmë ndryshimet që duam, normalisht i japim confirm changes që t'i konfirmojmë, edhe futemi në lojë që ta provojmë nëse do jetë funksionale. Mund t'ju kërkoj që të bëni load save-in e fundit, bëni ato që keni të fundit, nuk ka rëndësi në këtë pikë. Okej, continue. Tani për të qenë në gjendje që ta përdorim atë makinë, normalisht duhet fillimisht që ta blejmë, sepse nuk e kemi në lojë direkt, por duhet që ta blejmë. Dhe blehet në të njëjtin vend ku blehen kamionat. Do shkojmë te track dealers dhe këtu normalisht nuk do shkojmë te kamionat, por kemi këtu një access mod dealer. Këtu blihen modzat që ne shkarkojmë për lojën dhe ja ku është golfi që sapo ne morëm. Atëherë do klikojmë, mund ta bëni customize nëse doni ta ndryshoni ngjyrën dhe gjërat e tjera të modit, por ato mund të ndrohen edhe mbrapa, kështu që do i lëm ato për momentin dhe do bëjmë purchase, do ta blejmë, do ta çojmë normalisht në një vend ku kemi hapësirë, në një garazh ku ne kemi hapësirë. Dhe kaq, pastaj mund të shkojmë dhe ta provojmë direkt. Atëherë shkojmë tek Track Manager, se normalisht to janë gjithë kamionë pavarësisht janë moza, do zgjedhim golfin, do japim drive-it në mënyrë që ta ngasim. Në këtë moment është edhe hapi i fundit që na tregon nëse ky mods do jetë i rregullt për lojën tonë, apo do krijoj crash, apo do bllokoj lojën etj etj. Dhe ta shohim nëse do bëhet load. Në këtë fazë mundet që të bëj crash, edhe pse ju keni arritur deri në këtë fazë, mundet edhe që të bëj crash. Unë me sa shoh rezultova me fat sepse ky mod po funksionon për lojën time, nuk më bëri crash, kështu që kam marrë versionin e duhur dhe normalisht këtë version do ta mbaj. Pastaj me këtë normal ju mund të bëni çdo gjë që dëshironi brenda lojës. Kjo ishte procedura. Atëherë e njëjta gjë është edhe për hartat, nëse doni të instaloni hartat, e njëjta gjë është edhe për kamionat e tjerë, për trailerat, për autobusët e kështu me radhë. Duhet t'i shkarkoni, ti çoni tek folderi i modzave të ETS2-shit në documents dhe pastaj ti aktivizoni në mod manager para se të futeni në lojë. Fatkeqësisht duhet të blihen sepse nuk i posedojmë direkt, kështu që do na duhen lek. Nëse doni të dini më shumë se si të bëni lek, mund të shkoni tek kanali im në YouTube dhe këtu thjesht shkoni tek playlista dhe këtu tek playlista do gjeni playlistën për videot e Euro Truck Simulator 2-shit dhe këtu keni të gjitha sekretet dhe triket që ju mund të përdorni për këtë lojë në mënyrë që të bëni sa më shumë lek, mos falimentoni e kështu me radhë dhe si të teleportoheni e gjitha videot me radhë i gjeni të gjitha këtu. Mund të shikoni hap pas hapi çdo gjë se si funksionon, sepse për ato që janë të ri në këtë lojë, nëse nuk jeni të kujdesshëm me financat mund të falimentoni dhe do ju duhet që ta nisni lojën nga fillimi. Fatkeqësisht që kjo mos të ndodh, atëherë mund të përdorni këto mënyrat e mia. Fatkeqësisht janë vetëm në anglisht në këto momente, sepse duhet shumë kohë që t'i bësh nga fillimi. Por besoj që një minimum anglishtje të gjithë e dini, kështu që nuk është se do jetë shumë vështirë që ta kuptoni se si mund të bëni progres në këtë lojë. Okej, atëherë kjo ishte për sot çuna. Shumë faleminderit. Si gjithmonë mos harroni që të bëni subscribe te kanali im i YouTube-it, po ashtu edhe follow në profilin tim të TikTok-ut. I keni parasysh edhe ato tjerat, like, share e gjitha me radhë, normalisht nëse dëshironi. Okej, atëherë ju uroj gjithë të mirat dhe dëgjohemi në videon tjetër. Ciao ciao.